Pas shumë vite shpritje, më në fund Greqia ka nisur punimet për ndërtimin e autostradës Janin-Kakavi. Projekti me rëndësi strategjike jo vetëm për Greqinë, por edhe për Shqipërinë, ka një kosto totale prej 310 milion eurosh, ndërsa në formën e punimeve fakultative parashikohet një shpenzim shtesë prej 76 milion euro. Këtu përfshihet zgjerimi në seksionin Kallpaçi-Kakavi, si dhe lidhjet me aeroportin dhe zonën industriale të Janinës. Rruga e re shtrihet për rreth 70 kilometra, duke filluar nga kryqëzimi i autostradës Joniane me autostradën Egnatia dhe përfundon në postën kufitare të Kakavis, duke rritur aksesin për Shqipërinë dhe rajonin më të gjerë të Ballkanit Perëndimor. Projekti është i ndarë në dy seksione të veçanta. Nën seksioni i parë është ai Janin-Kallpaq. Kjo është një autostradë e re 46.4 kilometra e gjatë që fillon nga autostrada Egnatia dhe arrin në kryqëzimin Kallpaçi. Ai do të përfshijë 6 kryqëzime, duke kontribuar në rrjedhën e sigurt dhe të shpejtë të trafikut. Nën seksioni i dytë është Kallpaq-Kakavi. Bëhet fjalë për përmirësimin e rrugës ekzistuese në një gjatësi prej 23.1 kilometrash deri në stacionin kufitar të Kakavijes, dhe këtu është planifikuar ndërtimi i 6 kryqëzimeve, të cilat do të sigurojnë lidhje të qetë me udhëtimet lokale dhe ndërrajonale. Me përfundimin e aksit, autostrada Joniane tashmë do të shtrihet në kufirin me Shqipërinë, duke shndërruar Kakavin në portën kryesore të Greqisë në veri. Projekti pritet të rrisë në mënyrë dramatike sigurinë rrugore, të zvogëlojë kohën e udhëtimit dhe të sigurojë një zgjidhje për sfidat kronike të rajonit të izolimit dhe aksesit të pabarabartë. Në të njëjtën kohë, planimetria e re do të ulë ndjeshëm trafikun në unazën e Janinës në një nivel më të gjerë. Lidhja rrugore Janin-Kakavi merr edhe një dimension gjeoekonomik. Do të funksionojë ajo si një aks kyç që lidh Greqinë me tregjet në zhvillim të Ballkanit Jug Perëndimor. Gjithashtu projekti do t'i shërbejë si aeroportit të Janinës, ashtu edhe vëllimit në rritje të trafikut në zonat bregdetare të Shqipërisë dhe Tiranës, duke përmirësuar hartën turistike dhe tregtare të rajonit më të gjerë.